Më shumë se 72 orë intensive, pastaj gjendja përmirësohet pak më mirë. Nuk kishim terr informativ se çfarë ishte. Pra nuk i thanë gjë në spital kur është fëmia? S'kishim informacion, nuk kishim informacion. Nuk ishte rasti i parë? Unë kam qenë rasti i parë. Dolën ato analizat, pastaj u troqën me mjekojnë në shtëpi fëmijën. Si e vërejtët që fëmia juaj ishte prekur lehtësi? Cilat ishin simptomat e parë? Vjella, diare kështu çdo 10 minuta, çdo 15 minuta ishte domethënë 72 orë ishte të merr. Pastaj gjërat vazhdonin kështu. Sigur që e ka marrë në kopër se ka një tentativë për të thënë që ky po është e sigurt nga jashtë, çfarë përgjigje jepni juve? Ndërkohë është e sigurt se jemi tërë në kopër. Shqyr që kisha fëmijën tjetër që një javë, se janë binjek, janë në njëjtin vend. Edhe shqyr lut Zotit që nuk ishte, që do hante edhe lijen, do hante edhe do bënte koktej sëmundjesh edhe këtë salmonelë.